e Muhammedit s.a.s. në xhennetet e përhershme. Tha këtë dua e bona Abdullah ibn Mesudi. Okej. Kush e ka ditë? Veç në fakt nëse e ka ditë. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Gjithë falënderimet dhe lavdërimet i të vjen Allahun xhallal xhelaluhu. Vetëm ata falenderojnë dhe vetë kolektivin dhe falë kërkojnë. Ose salavat dhe selamet nga tërësia se përstonia dhe përkëtash për imtojnë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Familjes tij shumë dhe të tij dhe gjithë ata që pasin në rrugën e tyre të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, fillimisht falenderojmë Allahun xhallal xhelaluhu që na ka udhëzuar në Islam dhe na ka mundësuar që në këtë kohë na të paraqitemi para tij dhe të bëjmë ibadet e të bimë në sejdë për Allahun xhallal xhelaluhu. U shpresoj që Allahu xhallal xhelaluhu ta pranon këtë përpjekje dhe këtë mund nga ne dhe Allahu xhallal xhelaluhu të ngren gradat tona atje ku Allahu xhallal xhelaluhu dëshiron që të i shef robërit e tij të mirë dhe Allahu xhallal xhelaluhu të na pastron nga mëkatet. Tash e kam një pyetje, po se dia me pyet përsëri normal për librat. Sot i kam 2 libra të çmuara, e cila normal kjo librën e besimit në pejgamberët dhe veçoritë e tyre e merr inshallah ai i cili përgjigjet por pyetjeve të cilët janë përsëri të pyesim një pyetje prej vitit të kaluar, apo ne? Apo ne? Ma mërmenje se shumica duhet ta dini. Në vitin e kaluar e bëm një pyetje kështu, ka të bëjnë me Kur'anin e Allahu xhallal xhelaluhu. Tham sa sure fillojnë me Hamim, edhe sa sure fillojnë me Alif Lam Mim. Kush e di e merr librin inshallah, ama edhe Hamim edhe Alif Lam Mim. 7, cilat janë 7? Si janë 7? Hamim 7? Ja. Se që unë do me Hamim, a jeni me Kadirin apo jo? A e përkra dikush Kadirin në këtë pikën e me 7 sura Hamim? Ku janë vllaznia që ama jo me të vjedhme me telefon? Direkt. Alif Lam Mim sa janë? Cilat janë 6 dhe cilat janë 7? Hamim i 6. Smaja të një 6, Hamim edhe 5 e kanë. Ja. Gabim. 6 me 7. Kamermoni është gati, ama i paska hik pin vjetë edhe një. Gjort Hamim 7 Alif Lam Mim. Anas jeltës, kundërtën. Për pak. Atëherë sa janë bro? Kadir, librën do të me adhon Kadirit se i pari tha 7 Hamim, apo? Pa të mnje 7 Hamim edhe 6 Alif Lam Mim. Tamam? Allahu i është problem. Një ashtu, vëllezër, një libër dhe veçantë kam nga një shok i imi që në periudhën
studentore kemi qenë bashk dhe kemi jetu një kohë të gjatë bashk me këtë njeri. Këtë libër e ka mbrojtur magistraturën me ta, që është nga Ulqini, Hoxha Sinan Bajraktari, shoku im, i cili me të vërtet kemi kaluar një periudhë shumë të mirë dhe të këndshme. Allahu xhelle xhelaluhu e ka nderuar me dituri derisa librën aq bukur dhe mirë që e ka përmbledhur, kur e ka mbrojtur magistraturën dhe ja ka ngelur dhe e përkthyer, pra e mbrojtur edhe në Shqip, që me të vërtet është shumë e dobishme. Libra me dhëhebi Hanefi në trevat shqiptare mes teorisë dhe praktikës. Mirë po, libra me të vërtet nuk e gjeni kështu. Edhe tash kjo don pak pyetje më të vështira për ta marrë dikush hedije. E kam vetëm një, nuk kam më shumë. Atëherë unë do ta bëj një pyetje, po pyetjen do e lëm pezulla, do e shtim për nesër proma kush e mëson. Që ti të pak ma meritore libra për ta marrë. Tamam? Kush i mëson emrat e 10 të përgëzuarve me xhennet të sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe me i radhit nesër proma inshallah e merr librën hedije. E me të vërtetë është libër e mirë. Sidomos për mëdhëbin Hanefin në trojet tona, me pas dituri njeriu dhe me lexu në këtë libër. Dakor? A? Pisonte. Jo, dhe shtim për nesër më mirë. Tamam. E inshallah nesër kush i mëson dhe i radhit dhe jeni bashkë të gjithë dakord, atëherë e merr librin. Si të ketë polemik se so ashtu është ashtu, humbet. Tamam. A? S'është problem. Veç mësoni inshallah dhe gjejmë, nuk është problem. Si ti radhitni me një pyetje të vogël mbas. Vetëm si ti radhitni emrat inshallah, ai që i radhit në rregull. Tamam. Tash o vëllezër, dhe bëjmë një pyetje për një sahabi që e njeni mirë dhe keni ndëgju. E inshallah mendoj se do ta gjeni lehtë. Ky sahabi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është një njeri që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dëshmuar për to diçka. Dhe e ka parë në një vepër të madhe të tij. Hadithin e transmeton Imam Ahmedi, e transmeton ashtu edhe Tirmidhiu dhe Ibn Huzejme në Sahihun e tij. Por unë dua ta sjelli tekstin pite Sahih Ibn Huzejme radhiyallahu anhu. Tamam, që ta ndëgjoni mirë. Tha Alqame, një herët vjen një njeri te Umeri radhiyallahu anhu kur ishmi në Arafat. Dhe i tha Umerit radhiyallahu anhu se e kam lënë një njeri atje në Kufe, tha i jau diktoj ke Kur'anin një njerëzve për ta shkruajtur, se cili e mirë ke ashtu sakt sikur që është i transmetuar, tha jau diktonte njerëzve atje nga shpirti apo nga zemra e tij. Arabët e përdorin një fjalë, i thonë an dhahril qalb, dhe me thonë të nxënë më mirë në zemër brenda përmendsh. Aq fort i memorizuar sa që nga zemra e tij ishte e regjistruar. Dhe ja jepte dhe shkruajnë tha njerëzit. Kur ndëgjoi kështu Omer radhiyallahu anhu, u hidhrua shumë dhe u nervozua shumë. Dhe u ngrit tha kush është ai njeri që mundet ashtu të diktoj njerëzve Kur'anin kështu ta marrë atë guxim. Dhe shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam janë prezant. Edhe ai e përmendi emrin e këtij sahabiu. Tamam. Dhe pastaj kur ja përmendi emrin e këtij sahabiu, Omer radhiyallahu anhu u qetësua, u stabilizua. Edhe pastaj tha me të vërtetë se ai është njeriu i cili e meriton të jetë ashtu.
Dhe do ta tregoj tha një rast se si ka ndodhur tha me mu dhe me Ebu Bekrin radiallahu anhu, tha ishmi një herit duke qëndruar natën te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha për çështjen e muslimanëve, duke diskutuar, e pastaj tha kur dolëm me ec, tha unë Ebu Bekri dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha ndëgjon kët njeri duke fal namaz natë e duke lexuar Kur'an prej surës Nisa. Deri për afërsisht të ja arriti 100 ajete, e kur mbaroi këto 100 ajetet, filloi tha që të ban dua dhe lutej ai në vete e pejgamberi Allahut tha u ndal dhe ndëgjonte këtë njeri, këtë sahabi, e ndëgjonte mirë. Edhe kur filloi tha të bën dua, i thonte sel tu'ta, kërko lypse të dhurohet, lypse të dhurohet. Me të vërtet pjesa e namazit natës o vëllezër, tash që jemi, është pjesa e lutjeve që njeriu ja shpreh çka të don Allahu xhelle xhelalu, sa është momenti ku Allahu xhelle xhelaluhu t'i pranon lutjet. Dhe nuk dihet se cilën zej vend e Allahu xhelle xhelalu të ta pranon. Mvaret se çfarë dëshire ki, mvaret se çfarë dhimbje ki, mvaret se çfarë kërkesë ki. Edhe nëse është, nuk do të thot kërkesa jon të jetë o vëllezër vetëm se për vetveten tonë. E para një, po të jetë dhe për familjen tonë, edhe për fëmijët e tonë. Dhe e bonte ky sahabi një dua. Edhe pastaj tha, e përgëzoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për këtë të mirë kur e ndëgjoi kështu, e tha një fjalë. Tha men sarrahu an yaqra al-Qur'ana ghaddan tariyan kama unzil, kushdo i cili dëshiron që ta ndëgjon Kur'anin të freskët ashtu sikur që ka zbritur, tha le ta ndëgjon nga ky njeri. Pra e përmendi emrin e këtij. Tamam? Dhe pastaj nga gëzimi i madh sahabët e vëllezër shkojshin e përgëzojshin njëri tjetrin. Tha Omer radiallahu anhu, unë tha u zgjova të nesër në mëngjes që të shkoj e ta përgëzoj shpejt e shpejt. Tha kur shkova, Ebu Bekri radiallahu anhu ma kishte te i kalu. Ma kishte kalu, kishte shku e kishte lajmëru. Por këtë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha për këtë njeri, për këtë sahabi. Dhe thash në veti Ebu Bekri, Omer radiallahu anhu tha me të vërtet gjithherë Ebu Bekri radiallahu anhu ma ka te i kalu në çdo të mirë. Kur kam menduar se do t'ja shkoj ati dhe do t'ja kaloj, thaj me të vërtet në çdo garim ma ka kaluar mu. Dhe ky është sahabiju i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili Omer radiallahu anhu i tha, e çfarë duaja ishte të bo që pejgamberi Allahut kur të ndëgjoj ty duke bo dua, duke bo lutje, tha sel tu'ta, lypse të jepet, të dhurohet atë që e kërkon. E ju kujtua këti sahabijut këtë duaja, tha, e bëjshëm një dua dhe thëshëm Allahumme inni es'eluke imanen la yartad. Tha kërkojshëm, thëshëm o Zot, unë të kërkoj prej teje iman i cili nuk prishet, nuk kthehet prap. La yartad është nuk prishet me u bë murted, me dal prej feje. Një iman të fortë e cila do me thonë nuk kthehet ajo prap. Tha wa es'eluke na'imen la yanfad. Dhe kërkoj prej teje o Zot të mjopish begati që nuk shterën. Dhe o Zot kërkoj shoqërimin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në xhennetet e përhershme. Tha këtë dua e bona Abdullah ibn Mas'udi. Okej. Kush e ka ditë? Veç në fakt nëse e ka ditë u prish. E hupëm, u zgat derse edhe mu. Kush e ka ditë? A e ka ditë dikush ajo? Ha? Hem. Kështu sigurt, kush? Ti njëjti rast që ka lezuar për gjinabike Allahu e shahida, dhe te kjo A është i njëjti? është i njëjti rast nuk e di. Ja, nuk është i njëjti rast. Ja, nuk është i njëjti. Ja.
S'është i njëjti rast. Ajo është rast që i ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam lexojmë Kur'an. Edhe i ka lexuar prezencë. A ky që e ka kështu që edhe domethënë Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu ka qenë prezent kur ka kërkuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që të lexon Kur'an, tamam? Si duket asnjëri emrin nuk e paski pas, po kush për afërt e për këtij vllai që tha hem. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha men sarrahu an yaqra al-Qur'ana ghaddan tariyan kama unzil falyaqra'hu. Tha kush do i cili don ta lexon Kur'anin freskët, ashtu sikur që ka zbrit, tha le ta lexon sipas Kur'anit të Abdullah ibn Ummi Abd, e ka quajtur njështër, Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu. E por ato me radhiyallahu anhu kur ndëgjoi që tha e kam lënë një njerëz atje në Kufë, që ja u diktonte atje Kur'anin që e shkruajnë tapiti, tha i mlodh krot atar ja tregoi këtë ngjarën se ai me të vërtetë njeriu i cili meriton që të shkruhet Kur'ani nga ai. Po kjo është vëllezër që një ashtu Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu ku thash që duan dhe lutjen që e bënte e shfrytëzonte rastin dhe momentin që të bën dua e të lutet Allahu xhelle xhelaluhu, edhe se një herët Abdullah ibn Mas'udi sahabi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam po me të vërtet ka bërë namaz natë. Edhe ka arritur pozitën e lartë që pejgamberi Allahu t'ia jep gjithë këtë mirësi e gjithë këto të mira i thotë që Allahu t'ia mundson e të lypë t'ia jep, edhe përsëri subhanallahu ka arritur një shkallë të lartë dhe ky bonte vazhdimisht ibadet namaznate dhe nuk ndalej dhe nuk shterrej e nuk zbehej prej namazit natës e nuk largohej në veçantë kur ishte koha dhe momenti i fitimit. Dhe një ashtu një herë duke fal namaz natë Abdullah ibn Mas'udi e pa djalin e vogël të tij duke flejt. Transmetohet kështu që Abdullah ibn Mas'udi kur e pa djalin e vogël të tij të flejt, tha min ajlike ya bunay. Tha për ty lodhem o djalim që të bëj ibadet e të ruhem e të përmirësohem të afrohem të Allahu xhelle xhelalu, që Allahu xhelle xhelalu ta trashëgon mirësinë time dhe të ti. Se Allahu xhelle xhelalu është ai i cili me përmirësimin dhe përqendrimin e babës e runë dhe fëmin pas. Edhe recitoj ajetin Allahu xhelle xhelaluhu te surës Kahf wa kana abuhuma saliha. Kur Musa a.s. me Khidrin pa të shkuar dhe te një njeri që ndërtoi atë murin që mos më rrëzuar, Khidri ishte çka se e kishin atë depun aty të pasurisë së atij djalit. Pse? Tha wa kana abuhuma saliha. Tha prindi i atyre dyve, ata dy jetimat të cilët pritshin që të rriten, ky ndërtoi murin mos më prish që mos ja u merr dikush pasurinë. Tha baba i tyre ishte i përmirësuar dhe i mirë, Allahu xhelle xhelaluhu ja uruajti këtë trashëgimi atyre edhe trashëgojnë përmirësimin ton dhe ibadetin ton o vëllezër dhe përpjekjen ton dhe fëmijët e ton. E nëse dëshirojmë që të i kemi fëmijët e ton të udhëzuar edhe me jetë të mirë dhe të kenë sukses në udhëzim, na duhet që të shfaqim me veprat tona interes e të bimë sejgjë dhe Allahu xhelle xhelaluhu, që Allahu xhelle xhelaluhu të na i ruan dhe të na i edukon fëmijët. Lutim Allahu xhelle xhelaluhu që Allahu t'ia dëshiron Islamin fëmijëve tonë e t'i udhëzon në Islam. Dhe Allahu xhelle xhelaluhu të na udhëzon gjithëve dhe të na ruan udhëzimin tonë, dhe lutim Allahu xhelle xhelaluhu që Allahu të na shpëton nga zjarri i xhehenemit, edhe pse u prish kuizi, së voj interesant po nisë.